Banorja e fermave Nena ka rrëfyer një histori të dhimbshme dhe prekse nga jeta e saj personale, ku përjetoi kontroll, izolim dhe dhunë emocionale në një lidhje që zgjati një vit e gjysmë. Gjatë prajmit ajo tregoi se ish partneri e kishte izoluar nga gjithçka. Ajo thot: "Ai donte të isha ajo që donte ai. Më hoqi shoqërinë, më ndaloi rrjetet sociale, më ndryshoi stilin. Unë e pranova për dashuri." Por përtej kontrollit psikologjik, situata mori një kthes shqetësuese kur ajo zbuloi një kamerë të fshehtë në shtëpi. Nena thot: "Po pastroja shtëpinë dhe pash një pikë të vogël te poçi elektrik. Ishte kamerë, u trondita. Mu duke pa besueshme që dikush që më donte të më mbikëqyrte në këtë mënyrë", tha ajo. Nena rrëfeu se situata degradoi deri në pikën ku ajo humbi gjumin, ra në paranojë dhe pati shpërthime ankthi, aq sa humbi ndjenjat në vendin e punës. Ajo shtoi se ishte izoluar krejtësisht nga familja dhe miqt, ndërsa i vetmi shpëtim i saj ishte të ikte në Gjermani ku kishte disa miq të mbetur. Por edhe pas ikjes, presioni nuk mbaroi. "Më lutej të kthehesha", premtonte që nuk do të përsëriste më sjelljet e tij, e besova dhe u ktheva. Të nesërmën më tha që më kishte tradhtuar, u shpreh konkurrentja. Kjo goditje e rëndë e çoi Nenën në një depresion të thellë dhe përdorim të alkoolit, duke humbur besimin tek vetja e saj. "Nuk i besoja më as hijes time", përfundon ajo mes lotësh.